Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. 56 studentë e Akademisë së Sigurisë helmohen nga ushqimi dhe përfundojnë në spital, 2 të arrestuar dhe 1 në kërkim nga subjekti që ofroi shërbimin catering. Socialistët hedhin poshtë kërkesën e Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin Rama, opozita e quan shkelje të kushtetutës. Bordi i transparencës ul çmimin e naftës dhe benzinës, ndërsa në parlament mazhoranca dhe opozita përplasen ashpër për pasojat e forta në ekonomi. Vjojmë gjërësisht me lajmet. 56 studentë e Akademisë së Sigurisë përfunduan në spital të helmuar nga ushqimi. Fatmirësisht, pas marrjes së mjekimit, të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ndërkohë ka arrestuar 2 persona, si dhe shpalli në kërkim administratorën e subjektit privat që ofronte shërbimin catering për akademinë. Një tjetër skandal i sigurisë ushqimore është zbuluar duke nxjerrë në pa firmat private që pasi fitojnë tenderat për ofrimin e shërbimeve ushqimore, funksionojnë jashtë çdo lloj standardi duke rrezikuar jetën e konsumatorëve. 56 studentë e Akademisë së Sigurisë u helmuan të mërkurën nga ushqimi. Pas konsumimit të drekës brenda ambienteve të Akademisë, studentët janë ndier keq duke patur komplikacione shëndetësore dhe janë dërguar në spital me urgjencë. Dyshohet se kompania private Sori AL të ketë helmuar studentët e policisë pasi ky subjekt privat ka një kontratë me Akademinë e Sigurisë për të ofruar ushqimin për 3 vaktet studentëve pranë këtij institucioni. Në pranga kanë përfunduar 2 punonjës të firmës private, guzhinieri Kujtim Ballxhini dhe Kristiana Plaka me detyrë teknologe ushqimit. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim administratorën e Sori AL, Alma Tafani. Tafani është bashkëshortja e kreut të dhomës së tregtisë Nikolin Jaka. Është shpallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fushat të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, studentët që u helmuan kanë pasur simptoma të rënda me të vjella dhe dhimbje të forta barku. Pasi janë paraqitur në spital, ata kanë marrë mjekim dhe janë larguar nga ambientet spitalore. Hetimet po kryen nga Policia e Tiranës, ndërkohë që Instituti i Shëndetit Publik ka marrë mostra të ushqimeve ku pritet një përgjigje se çfarë i helmoi studentët pasi konsumuan drekën. Nga ana tjetër, AKU ka nisur hetimet ku vërteton se kuzhina pranë Akademisë së Sigurisë nuk përdorej përgatim, pasi ushqimet vinin të gatshme nga Sori AL. Firma private përdorte garnizonin Skënderbej pranë Akademisë së Forcave të Armatosura për përgatitjen e ushqimeve. Në këto ambiente u gjetën dhe u bllokuan 85.9 kg produkte ushqimore dhe u dërguan në laborator për analiza. Sipas njoftimit të AKU-s, për mungesë të një sistemi funksional dhe të plot gjurmimi ndaj subjektit u vendos masë administrative me gjobë në vlerën e 100.000 lekëve. Ndërkohë, pritet që të hetojnë edhe kontratat e tjera që Sori AL kishte lidhur me institucionet e vendit apo me firmat private për t'i ofruar shërbimin e cateringut. Sipas të dhënave për vitin 2025, kompania Sori AL në pronësi të Alma Tafanit, gruas së Nikolin Jakës, rezulton si fituese 75 tenderave publik me vlerë 4.2 miliard lekë. Kreu i Policisë së Shtetit Skënderhita në të parën konferencë për shtyp njoftoi ndryshimin e qasjes lidhur me informimin e publikut. Ai tha se komunikimet e zyrtarëve me mediat, veçanërisht për ngjarje të rënda, do të jenë të vazhdueshme. Policia e Shtetit do të ketë një qasje të re më bashkëpunuese dhe më transparente me mediat dhe qytetarët. Ka qenë vetë kreu i Policisë së Shtetit Skënderhitaj, i cili garantoi se uniformat blu do të japin informacione dhe deklarata për shtyp për të gjitha ngjarjet të rënda apo problematika serioze, si një proces llogaridhënie përpara publikut. Hita tha se do të ketë komunikime të vazhdueshme me mediat, jo vetëm nga ai, por nga të gjitha drejtoritë vendore të policisë. Kjo konferencë nuk duhet parë thjesht si një komunikim periodik me median, por si një pjesë e një standardi të ri institucional ku informimi publik do të jetë më i plot, më i drejt për drejt dhe më pranë shqetësimeve reale të qytetarëve. Të ndërtojmë një komunikim që informon, por nuk alarmon, që është transparent dhe i përgjegjshëm, që forcon besimin dhe jo pasigurinë. Qëllimi ynë nuk është thjesht të informoj më shumë, por të informoj më drejt.
Në daljen e tij të parë si drejtori i përgjithshëm i policisë, ai u pyet për disa çështje si aksidenti tragjik në Durrës. Hita foli dhe për ashpërsimet të kodit rrugor dhe kontrollet të vazhdueshme në akset problematike. Ashpërsimet në kodin rrugor apo në kodin penal, patjetër që duan kohën e vet dhe besoj që ka ardhur koha dhe është më se normali që të kemi ndërhyrje të tilla. Rasti i fundit e tregoi më së miri që vrasjet rrugore janë ngjarje po aq të rënda sa një ngjarje tjetër kriminale. I pyetur në lidhje me protestën e së premtës të thirrur nga opozita, Hita tha se policia do të veprojë në rast për shkallëzimit të dhunës. Ideja për të zhvilluar është kërkuar për bulevardin Shënorit e Kombit dhe aty duhet të jetë përqendruar në rast të veprimeve jo ligjore nga ana e protestuesve do veprohet në bazë të procedurave standarde dhe në bazë të ligjit dhe kodit penal. Sa i takon vrasjes së dy fish në Lezhë të çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, drejtori i policisë u shpreh se vijojnë kërkimet për kapjen e autorëve, ku të angazhuara janë dhe forcat Renea. Kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin u hodh poshtë nga mazhoranca. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi shumicën për shkelje të kushtetutës. Socialistët ndërkohë refuzuan edhe kërkesën për debat mbi raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Mazhoranca rrëzoi kërkesën e opozitës për interpelancë me kryeministrin Edi Rama për Rakshin, pas të dhënave që kanë dalë nga hetimet e SPAK-ut për mënyrën si zhvilloheshin tenderat në këtë institucion. Partia Demokratike akuzoi shumicën socialiste se po shkel kushtetutën duke i mohuar të drejtat opozitës. Ndërkohë që kryeparlamentari Niko Peleshi deklaroi se nuk mund të bëhen interpelanca për çështje që janë në hetim. Nëse ju nuk keni autoritet për të zbatuar kushtetutën dhe për të sjellë Edi Ramën në seancë plenare, jep dorëheqjen zotëri sepse nuk e ushtron dot detyrën e kryetarit të kuvendit. Por ti nuk mundesh të rish në atë karrige në kurrizin e të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës, sepse ke frikë ti thuash kryeministrit që zotëri je i detyruar të vish dhe të japësh llogari në seancë plenare se e ke detyrim kushtetues. Kuvendi vlerëson se interpelanca parlamentare nuk mund të përdoret për të zhvilluar debat mbi çështje që janë në hetim penal, pasi kjo do të binte ndesh me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Socialistët rrëzuan edhe një kërkesë PD-s për zhvilluar një debat në lidhje me raportin që Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi 2 ditë më parë për Shqipërinë. Kolegët e Parlamentit Evropian kanë prezantuar 350 amendamente për ta sjellë dokumentin në këtë draft që ne kemi sot. Kaq problematikë është kthyer Shqipëria. Kaq problem është bërë lufta ndaj korrupsionit, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kaq problem është bërë votimi i Parlamentit për imunitetin e Belinda Ballukut. Çfarë keq e ka të diskutohet për integrimin nga mëngjesi në darkë? Tani Parlamenti Evropian këtë dokumentin do ta miratoj vetë në 16 ose 17 qershor. Tani na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara se ta miratoj Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qesha. Në datën 5 maj, Komiteti i Jashtëm miratoi raportin për Shqipërinë, raporti i cili do të votohet në Parlamentin Evropian pak javë më vonë. Kryeministri Edi Rama mblodhi në Selin Roz drejtuesit politik të qarqeve. Fokusi i mbledhjes ishte riorganizimi i partisë, takimet në terren si dhe përgatitjet për 35 vjetorin e krijimit të forcës politike. Për 20 minuta, Rama ka kërkuar intensifikim të takimeve me bazën dhe me elektoratin në të gjithë vendin. Synimi është që të sigurohet fitore në një numër më të lartë bashkisht në zgjedhjet e ardhshme vendore. Ndërkohë, Partia Socialiste pritet të zhvillojë zgjedhje edhe në disa prej shteteve ku jeton numri më i madh i shqiptarëve në diasporë, si në SBA, Gjermani, Angli, Itali dhe Greqi. Përmes ngritjes së degëve të Partisë Socialiste në diasporë, socialistët kërkojnë të forcojnë organizimin jashtë vendit dhe të rrisin mbështetjen nga vota e emigrantëve. Rritja e çmimeve nga kriza e naftës përplasi në parlament qeverinë dhe opozitën. Ministri i Financave Petrit Malaj mbrojti bordin e karburanteve, ndërsa demokratët kërkuan heqjen e taksave.
Parlamenti debatoi sot për rritjen e çmimit të naftës pas nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Qeveria argumentoi se bordi për transparencën dhe mekanizmi i uljes së akcizës pasi çmimi kalon 220 lekë për litër është i mjaftueshëm për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në këtë kohë krize. Ulja e nivelit të akcizës gjithashtu do t'japi impakt edhe në uljen e TVSH-s së llogaritur në momentin e importit të karburantit dhe në total efekti i uljes së karburantit për litër nga ulja e akcizës dhe TVSH-s në import arrin në masën 9.45 lekë për litër. Por opozita deklaroi se kjo masë është e pamjaftueshme dhe i kalon qytetarët pa mbështetje përballë rritjes së çmimeve. Nuk ka akt më absurd se kjo që propozoni sot në parlament. Ky hajduti i Shqipërisë me taksën më të lartë në botë mbi litrën e naftës i detyron shqiptarët të blejnë atë me 2.2 euro. Në Gjermani dje nafta në pompë ishte 2 euro. Në Shqipëri nafta në pompë 2.2 euro. Rroga në Gjermani 6 herë më lartë se në Shqipëri, 8 herë më lartë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha replikoi me socialistin Erion Braça për modelin e taksave që rëndojnë mbi karburantin dhe heqjen e mbështetjes për fermerët. Nuk ka diskutim se nëse vend taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu. Dhe unë prisja që ti sot po të mos ishe hipokrit si që jetë filloja grevë në Uris këtu. Për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Thierë dhe tani nuk pyet ma për ta fare. Modeli taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Bi një model të gjetur, kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shiko. Të qojnë këtu njerëz që për 6 vjetë, plus 8 vjetë, 14 vjetë, 14 vjetë, kur nuk i dhanë 1 litër naftë bujqve, pa akciz, 14 vjetë rresht, pa akciz, natyrisht që është e tepër. Partia Demokratike ka mbrojtur në kuvend propozimet e saj për të ulur taksën e qarkullimit nga 27 lekë për litër që është aktualisht në 7 lekë për litër dhe heqjen e akcizës për gazin si rruga për të mbrojtur qytetarët përballë rritjes së çmimeve. Në mbledhjen e zhvilluar këtu të enjte, Bordi i Transparencës vendosi uljen e çmimit të naftës me 10 lekë. Sipas vendimit, nafta do të tregtohet me pakicë deri në 196 lekë për litër, nga 206 lekë që ishte më parë. Edhe benzina ka pësuar ulje me 4 lekë. Sipas vendimit të bordit, ajo do të shitet deri në 180 lekë për litër. Çmimet e reja do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes në bursat ndërkombëtare. Ndërkohë në Tiranë janë zhvilluar punimet për përgatitjen e Kongresit Botror të Ligjit që do të mbahet vitin tjetër në kryeqytetin shqiptar. Në fjalën e tij, kryeministri Rama u ndal tek reformat në drejtësi, të cilën e quajti një sfidë historike që i shërben edhe integrimit evropian. Nëse Shqipëria nuk do të synonte antarësimin në Bashkimin Evropian, reforma në drejtësi nuk do të ishte kaq e suksesshme. Deklarata u bë nga kryeministri Edi Rama në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit. Gjatë fjalës përshëndetëse, Rama theksoi se barazia përpara ligjit tashmë nuk është diçka e paarritshme, por një realitet që po jetohet nga qytetarët shqiptar. 2 fjalë: Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie. Megjithatë, sipas kreut të qeverisë, mbështetja politike i jep drejtësisë së re mundësinë për të zhvilluar. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet, që do të thotë nga pushteti politik. Për Ramën, koha kur çdo gjë kontrollohej nga pushteti, tashmë ka përfunduar. Shpata e zonjës drejtësisë
ishte e palëvizur në zyrën e të parit të qeverisë. Dhe në vitin 2013, ne bëm atë që s'kishte guxuar ta bënte askush më parë. Pjesë e takimit ishte dhe presidenti i shoqatës botërore të juristëve Javier Cremates, i cili vuri në dukje dhe sfidat me të cilat përballen togat e zeza. Gjyqtarët janë sulmuar dhe po sulmohen kudo dhe në vende demokratike. Shtetet po i shohin gjyqtarët sikur janë politikanë të veshur me mantelin e drejtësisë. Mund të themi se drejtësia është në një rrethim. Sesioni hapës shënon nisjen e një serie aktivitetesh që do të kulmojnë me organizimin e Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë vitin e ardhshëm. Ditën e nesërme në gjykatën administrative do të zhvillohet seanca për padin e Erion Veliajt kundër emërimit të Olsi Dados, por Clarenti Ndreca, avokati i Kryebashkiakut të Tiranës, ka hedhur dyshime për sabotimin e kësaj çështjeje. Një ditë përpara se gjykata administrative të marrë në shqyrtim lishmërinë apo jo të emërimit të prokurorit Ols Dado në sistemin e drejtësisë, avokati Clarent Ndreca pretendon se ka përpjekje për të minuar procesin. Në një konferencë për mediat kushtuar pikërisht kësaj çështjeje, Ndreca mbron pikpamjen se kjo përforcohet edhe më nga qëndrimi që përfaqësuesja e qeverisë së prokurorëve ka zgjedhur të mbajë. Publikisht janë artikuluar dhe pretendime për ndikim të palishëm e tentativa korruptimi me qëllim që kjo çështje të mos arrijë kurrë shqyrtim në themel. Në vend që të kërkohet shqyrtimi në themel i çështjes, edhe zbardhja e vërtetës juridike mbi vlefshmërinë e dekretit presidencial, përfaqësuesja e KLP-s është paraqitur në gjykim me të njëjtën strategji procedurale si vetë subjekti që është objekt i kontrollit përmes goditjes së legjitimitetit të paditësit. Ndreca ju përgjigje dhe pretendimit se vendimarrja e presidentit të kohës Bamir Topi ka patur karakter formal dhe jo analitik. Sipas avokatit, ka qenë në dorën e tij firmosja e dekretit që i dha dritën jeshile emërimit të Ols Dados. Nëse nuk do kishte dalë dekreti i presidentit Republikës së Shqipërisë, prokurori nuk ka atribute për të ushtruar funksione penale. Nuk do kishte marrë fuqi juridike asnjë funksion i prokurorit përkatës. Dekreti ka prodhuar pasojë juridike. Dhe kjo është arsye pse ne godasim pikërisht për dekretin. Mbrojtësi ligjor i Veliajt kërkoi edhe një herë transparencë të plotë të seancës gjyqësore që zhvillohet në datën 8 maj në orën 14. Ndërkaq, pas shortimit të trupës së re gjyqësore, togat e zeza kanë vendosur datën 26 maj për seancën e parë gjyqësore në gjykatën e posaçme. Shkak që dosja të nënshtroi edhe një herë shortit elektronik, shërbeu kërkesa për gjykim të shkurtuar nga një pjesë të pandehurve. Ndotja në Shqipëri është në nivele shqetësuese duke të i kaluar disa herë normat e Bashkimit Evropian. Ministri i Mjedisit Sofjan Jopa i ka pranuar se përmirësimi i cilësisë së ajrit është një nga 9 kapitujt më të rëndësishëm sa i takon anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Përmirësimi i cilësisë së ajrit është një nga sfidat më të vështira që Shqipëria duhet të përmbushë në negociatat me Bashkimin Evropian. Të dhënat tregojnë se në 2025-ën, niveli mesatar i grimcave të dëmshme në vendin ton është 12.6 mikrogram për metër kub, duke të i kaluar standardin e vendosur nga BE prej 10 mikrogramësh për metër kub, apo edhe standardin e OBSH-s prej 5 mikrogramësh për metër kub. Është një kapitull ku janë kërkuar periudha tranzitore. Sapo kemi filluar bashkëpunimi me Bankën Botërore në mënyrë që të financojmë një projekt të plot për paketën e cilësisë së ajrit. Kemi 2 qytete kryesore që janë më problematike në Shqipëri, që është Tirana për shkak të 3 elementeve, që është transporti, ndërtimi, por edhe rritja urbane e qytetit, dhe kemi qytetin e Korçës, i cili përgjatë muajve të dimrit, për shkak edhe të historikut të ngrohjes me dru zjarri, sjell që të ketë një problematik të shtuar të cilësisë së ajrit. Her pas here banorët në qytete të ndryshme të Shqipërisë përballen me një ndotje masive të ajrit edhe për shkak të zjarreve që djegin landfillet, si në rastin e Bushatit, Elbasanit dhe atë të Vlorës. Është fenomeni kimik i gazit metan, që kryesisht del për shkak të dekompozimit të mbetjeve në këto landfille, her pas here për shkak edhe të degradimit të një pjesë të këtyre infrastrukturave,
kryon që të kryohen këto lloj gazesh. Ministria e Mjedisit është duke punuar për një plan masash në mënyrë që gjatë sezonit të verës, kur edhe temperaturat rriten, ne të mundet të kemi një reagim të shpejt, që të mos kemi problematika si ndodhi me zjarri në landfillin e Elbasanit, që duhet ta them ajo ndodhi dhe për shkak të mbi ngopjes. Ministri i Mjedisit gjatë konferencës me gazetarët u ndal edhe te pastrimi i vijës bregdetare, duke deklaruar se gjatë sezonit veror frekuenca e pastrimit të plazheve do të jetë e dyfishuar. Por ai kërkoi edhe ndërgjegjësimin e pushuesve që të tregohen të kujdesshëm dhe të mos lënë të ndotur ambientin. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.